bëhet shqiptar? Jeni gati me fol me vete? A jeni sigurt se po jetoni jetën tuaj sikur po përgjoni gjatë gjithë kohës, sepse po përgjoni? E mani me një lojë të bukur në Play Store me emrin Akinator, duhet ta keni luajtur besoj kur keni qenë fëmijë. Akinator është ai gjindi që tot mendon për një personazh të njohur dhe unë do mundohet ta gjej përmes pyetjeve. Besoj duhet të ketë qenë shumë breslënd se kur e për herë të parë të paktën, ëh si e gjeti. Gjindi funksionon me kod sigurisht, me AI mund të themi, se nuk e bëjnë njerëzit atë. Te kodi mund të mendoni ca kategori, për shembull kategori politikan, kategori youtuber, këngëtar. Dhe pastaj puna e njerëzve që punojnë te kompania Akinator mbetet vetëm regjistrimi i të dhënave. Qofse ka për shembull një personazh Alexander Gjoka që nuk është akoma te Akinator, i nuk e njeh si gjë, e marrin dhe e fusin, e vënë te sektori këngëtar. Me pak fjalë, ç'a bën Gjindi përmes atyre pyetjeve është thjesht u filtru njerëzit e tjerë, potencialisht të gjen një person që statistikisht më i mundur që mund të jetë ky. A është ky? Ky që e ka me sa duket. Tash pyetja që vjen, nëse jeni gati. Akinator është një aplikacion për kalamaj që e kanë bërë vetëm me të famshmit, që ti mund ta shkarkosh falas, është për kalamaj. Tash ç'a të bën ty të mendosh që nuk e kanë këtë lloj koncepti për gjithë njerëzit e planetit, paktën gjithë ato që mund të gjurmojmë. Imagjinoj koncept si Akinator, por nuk ka vetëm njerëz të famshëm, ka gjithë njerëzit, ka edhe ty aty mrena. Dhe pastaj si dhënia që ka për ty nuk do kishte vetëm profesionin, dhe gjatësinë, dhe pamjen. Nëse mund të bësh gjitha bashkë te ky koncept, gjithë burimet e dhënave që mund të gjesh atje rrotull, atëherë ky do ishte si syri i Zotit. Nëse keni patë G.I. Joe ose Fast and Furious, kanë një gjë që quhet syri i Zotit, që ka gjithë kamerat, gjithë të dhënat, gjithë like-et që ke bën ai herë dhe në çfarë orë, në çfarë minuti ke bë. Mund të gjehen dhe të parashikohen shumë më tepër të dhëna për ty se ç'mendon ti se mund gjehen. Nëse ky koncept Akinator 2.0 ka gjithë të dhënat brenda, atëherë ai gjen gjithçka për ty. Me marrë shembull, nëse ti ke bë krimin perfekt dhe nuk e lën asnjë gjurmë të gjetshme nga gjithë policitë e gjithë botës, ky do të gjente. Ky koncept nëse do më bëj tamam, që me siguri e kanë bë tamam, ka të gjithë burimet e informacionit brenda. Ky do shifte patterns të lëvizjes tate nëpër qytet, ku shkon ti zakonisht, në çfarë ore shkon zakonisht. Do shifte patterns të sjelljes tate, do shifte sa kohë rrin në Instagram natën para se me fjet, do shifte ç'a bën like në Instagram. Do shifte ç'a muhabetesh bën me ChatGPT, interesat e tuaja, aftësitë e tuaja, njerëzit që njeh ti, ku e kalon kohën e lirë, gjithçka. Koncepte të tilla si Akinator i thjesht kodohen për të funksionuar me statistikë. Ti i bën një pyetje, kush e ka bërë këtë krim me statistikë? Ai ti jep një person mendje, ky e ka bërë. Dhe pastaj ti jep 100 prova statistikore, pse dolin këtë konkluzion? Pse mendon se pas ka bërë ky person? As punën e detektivit nuk e lën dorë. Ti jep gjithë pyetjet gati. Këto pyetje bëj edhe me këtë do e kapësh. Këshilloni me një gjë nga unë. Ky koncept, nëse ekziston, vendosni vetë ekziston, se se di. Nëse ekziston, ky koncept nuk është për policinë, është për organe shumë të larta. Kjo mund të përdoret aktivisht vetëm për ta individ veçantë që kanë veçantë, ai duhet me ndjek tash, duhet me kap. Pjesa tjetër është thjesht një shqiptar që vroi shqiptar tjetër, as nuk e plas kujt ta kapet as kapet. Për aktivisht përdoret për të kap vetëm kriminalet e vërtetë, dhe e vendosin ata kush janë kriminalet. Po nëse pasivisht ama ju garantoj që po mbledh gjatë gjithë kohës informacione statistikore, edhe ti aty mrena. Të ka fut te kategoria që nuk pëlqen peshku, darkën e haj gjithmonë, masi bën dush, dhe nëse keni mend me shku në pohub, shkon gjithmonë mas orës 11:30. A jeni të sigurt që jetoni jetën tuaj sikur po vëzhgoni gjatë gjithë kohës, sepse po vëzhgoni?